Dy fjalë për të vazhduar atë që tha prefekti. Në qoftë se sot është një ditë e shënuar për të qenë aksion në lidhje me Bashkinë e Vlorës, ky duhet të jetë një proces rutinë që gjatë duhet ishte bërë. Kjo zonë këtu në këtë farë gjendje që e shohim sot është këmban alarmi, ka qenë evidentuar më parë dhe për Bashkinë e Vlorës kjo do jetë një proces rutinë dhe detyrë e përhershme në programin e këtyre ndërmarrjeve për të mbajtur një qytet sa më të pastër. Kështu që aksioni i sotshëm në kuadrin e bashkisë ne jemi mbështetje të prefektit, por do të vazhdoj përgjatë gjithë kohës. Atëherë, ky aksion po zhvillohet tashmë në gjithë Shqipërinë, ku kemi një aksion i cili bëhet në emër të ditës ndërkombëtare të mbrojtjes së lumeve dhe të detrave. Në këtë kuadër, nga qarku i Vlorës, pra me iniciativën dhe të AMBU-s dhe të prefekturës së Vlorës, organizohet në mënyrë të njëkohshme ky lloj aksioni për pastrimin e ambienteve të cilat kanë bëjmë me lumen dhe me detet në 4 bashki të ndryshme, pra në Vlorë, në Himar, në Sarandë dhe në Selenic. Është një aksion i cili bëhet pikërisht jo vetëm për të mbrojtur natyrën, por njëkohësisht është dhe një vlerë e shtuar për një qark i cili në bazë ka turizmin. Dhe turizmi nuk mund të operohet me sukses, me dinjitet, pa e përkrahur natyrën, pa pastruar plazhet tona. Dhe në këtë kuadër ne po shikojmë edhe elemente të tjerë, domethënë të cilat janë fenomene negative edhe gjatë sezonit turistik. Këtu jemi në një zonë të mbrojtur, jemi në zonën e Zvërnecit, ku nuk mund të lejohen as kampingjet dhe as ushtrimi i aktiviteteve të tjera. Dhe ju e shikoni vetë situatën, në të cilën realisht kemi papastërtiera të ndryshme dhe që ndikon në mjedisin e vetë Zvërnecit, por dhe të turizmit të Vlorës, dhe ky është edhe një sensibilitet më i madh dhe më i shtuar dhe për qytetarët dhe për të gjithë të tjerët për të mbrojtur natyrën, por njëkohësisht mbrojmë pikërisht edhe këtë pasuri që kemi. Prefekt, klasi për zonë të mbrojtur, sikurse pra dy jemi këtu, sikurse dhe lumi i Vjosës, megjithatë çdo ditë tregojnë që janë më shumë të pambrojtura se sa të mbrojtura. Cilat do të jenë masat që do të merren, do të qenë se dhe Vjosa ka rënë herë pas here prej qytetit hidrokarbureve dhe do të jetë të tjera. Për sa i përket Vjosës, realisht është bërë një punë shumë e madhe edhe në kuadër të basenit ujor Vjos. Edhe cilësia e ujit dhe gjithçka tjetër janë marrë masa për ndalimin e çdo lloji aktiviteti i cili mund të bëjë ndotjen e tij. Dhe kjo nuk është vetëm për qarkun Vlorë, pasi baseni është shumë i gjerë, ka përfshin 4 prefektura tjera, janë 24 bashki në të cilën operojnë në lumin e Vjosës, dhe mund të themi që jemi në rrugën e duhur që të kemi një basen të ujor të Vjosës, i cili të jetë i pastër në përputhje dhe me gjithë ruajtjen si nga ana ligjore, por njëkohësisht edhe mjedisore të tij në të gjitha aspektet. Ktu është bërë vërtet një punë shumë e mirë. Me që jemi edhe në kuadër të natyrës, realisht kemi edhe një iniciativë tjetër, e cila ka të bëjë po me ambientin dhe që ka të bëjë pikërisht me pyllëzimin. Vlora realisht është prekur shumë rënd lidhur me djegjet gjatë këtij sezoni të verës dhe këto mendojmë ta fillojmë edhe si iniciativë tonë, bashkëpunim edhe me pushtetin vendor, si edhe me bizneset, si edhe me kontributorë të tjerë të cilët mund të jenë për pyllëzimin e zonave të cilat realisht janë prekur, sidomos zonat ujore. Një rast i mirë mund të jetë pikërisht në Poro, ku patëm një djegje të pishave atje dhe mund të kemi një së shpejti një tjetër aksion për mbjelljen e fidanëve të rinj për ta ripyllëzuar atë çfarë u dëmtua nga zjarret e kësaj vende. Mirë, ju faleminderit.
Bine, scapi nici.